Kemi një punë që ka shku keq. Kjo bara dje nuk është arrit të montohet dot nga mjeku. Tu në këtë rast kemi dy modelet e para dhe modeli i fundit që kam marrë pasi nuk ka shku bara. Do shkoj të bëj një kontroll të vogël ku ka ngec le të themi kjo punë dhe pse kemi procedu. Ky është modeli i parë që nuk shkon fare puna. Rrin totalisht në ajër, nuk arrin dot, nuk kem pozicionet në vendin e duhur. Kjo është masa e dytë, që normalisht shkon bara, por në gojë nuk shkon. Dhe do shkojmë edhe ta shohim te ky i treti. Ja pra që nuk po thitet. Nuk po themi se ku ti është faji, sepse faji është gjithmonë në laboratorit. Por e mira është që të merret një masë sa më fikse edhe të lidhura transfertë me njëri tjetrin, sepse kjo tolerancë e vogël bën që kjo puna mjafton 3 implante, llogaritet se sa afër janë këto me njëra tjetrën dhe nuk mund të shkojnë.